jom rrit po prej 2 femrave shumë të forta dhe 2 kam punu. Babi më ka ndru jetë shumë herët edhe mandej nana edhe gjyshja janë ato që janë kujdes për neve. Në fillim, në vitet e para, kom qenë tepër e përkushtume, 100% stomatologji, edhe kom pas gjithmonë pak një pasion e kom pas edhe për marketing, edhe kom dasht me pru diçka të re. Kemi qenë shumë ma social, shumë ma afërt me njëri tjetrin, atër kemi pas fat që s'kemi pas teknologji edhe kohën e lire kemi kalu ashtu. Përgjithësi komplet projekti Marigona Hillit më ka pëlqyer shumë. Ajo ndjenja kur kom marrë herën e parë kom pa edhe kom paramendu se sa mirë ka me qenë. Puna është pjesë e pashmangshme e jetës time edhe shumicën e kohës e kalojnë këtë uniform. Fatmirësisht i kom gjetë disa uniforma që më pëlqejnë edhe vi që ndroj ato tria. Shumë mirë pas ke hekë. Kjo është favoritja. Moj me thonë që qëtash së fund më ja kom njës pak më marrë me vetën, ja kom njës edhe me ushtru. Kur nuk është bo. Kur nuk është bo. Rozana, mirë se vjen Over the Hill. Jemi shumë të lumtur me nda këtë bisedë bashkë me ty sot. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësia është e imja. Po më pëlqen fakti që jemi uniform këtu. Jo zakonisht i kam musafirët në uniformën që vinë drejt për i punës dhe kjo flet shumë për ty, një dinamike pa shkputur e jetës tane. E vërtet, puna është pjesë e pashmangshme e jetës time dhe shumicën e kohës e kalojnë këtë uniform. Fatmirësisht i kom gjetë disa uniforma që më pëlqejnë edhe vi që ndroj ato tria. Shumë mirë pas ke hekë. Kjo është favoritja. Gajlen se çka me veshët çdo ditë, që ndoshta është një ngarkesë jone e përditshme. Kur punon me uniform, kjo është përparësia, edhe unë u shkëputa prej punës edhe thash çka ma mirë përfaqëson, cila veshje më përfaqëson ma mirë se uniforma e punës time, kështu që vendosa marrë me uniformën e punës. Para se të fillojmë të puna dhe ritualet, po kom qef me shku pak në fëmijëri, edhe me na folë për vendin që e rrit, Lagjën, Prishtinën, dhe çka kujton nga ajo kohë sot? Po. Unë jam fëmiu i madh në familje, kam edhe një motër edhe një vlla. Në fakt jemi unë vllau edhe motra. Jemi shumë të afërt, jemi rrit ton kohën bashkë, unë jam rrit me atë barën gjithmonë me u kujdes. Si motra e madhe. Po, patjetër, me çfarë po bën vllau, çfarë po bën motra, edhe çka bojnë gabim me shpionuar shpe. Po një shembull, kur je më e madhja dhe pak a shumë je një shembull për antar tjerë familjes. E kom pas edhe atë presionin që dosh me qenë shembull se këta të përcjellin, çka bën ti kanë me bo edhe këta, kështu që me temën jo mundu në shkollë me qenë nxënëse e mirë, në lagje me qenë një vajzë e sjellshme, kështu që po. Në cilën lagje je rrit? Jom rrit në qendër qytetit, te Collegium Cantorium, tash aty e kam edhe klinikën. Njëtin vend ku e kom pas banesën e kemi shëndru në klinik, që ka kujtoj prej asaj kohë, kujtoj që shumë kemi lujt poshtë në lagje, jemi mbledh fëmijët, sidomos kur ka qenë vikendi ose pushimet, prej mëngjesi deri mas dite, kemi qëndru jashtë në lagje, jemi knaq krejt fëmijët bashkë, edhe kemi qenë shumë ma social, shumë ma të afërt me njëri tjetrin, atër kemi pas fat që s'kemi pas teknologji edhe kohën e lire kemi kalu ashtu. Që kam kujtohet tjetër, më kujtohet që shpesh edhe jemi i dhnu me zvetit, po shpesh... Nuk kanë zgjatë shumë. Jo, shpesh jemi pajtu, nuk ka qenë se atëherë që një gabim si tash më fotografu edhe më bo diçka shumë, jo, atëherë i kemi zgjitë krejt. Atë? Tha që e rritë me familjen, me motrën, motrat vlaun, mamin, babin, po supozoj, edhe me sa e di, mami yt ka qenë gjithmonë në punë, edhe ti e sheh ato si shumë frymëzuese. Edhe ndoshta që e ka trasu rrugën me cilën ti sot e ndjek, apo jo? Po, shumë e vërtet. Nana më ka inspiru për profesion, sepse Nana është një doktoresh, është stomatologe, endodonte, specialiste, edhe ajo më ka inspiru normal, se gjithmonë shpesh është bisedu për këtë punë, sado që shpesh edhe më ka friksu se i ka tregu disa raste të mërshme. Nuk është profesion i lehtë. Jo, nuk është as pak. Asnjë profesion së është i lehtë, lere më mjekësia ose ndonjë fushë mjekësisë. Edhe po në figurë tjetër kryesore në familje kemi pas gjyshën, ajo ka qenë shumë strikte dhe ajo ka qëndru me neve, sepse shkaku i rrethanave nana është dashur me punu shumë gjatë, edhe në të 90-tat,
Gjyshja është kujdes për neve, ajo ka qenë shumë strekte dhe i kemi pas disa rregulla dhe sot kur më kujtohen ato rregulla them sa mirë kish qenë të kisha mujt edhe unë për fëmijët e mi mi zbatu vetëm 50%. Po, edhe është që një pjesë e aty në mënyrës se si e formësu duke u rrit me gratë fuqishme në familje, është që i praktikon jo vetëm në familje, po edhe në punë. E vërtet, funksionoj me rregulla, me dënime, mundona me qenë pak ma strekte dhe me respektu njëri tjetrin vendin e punës. Jom rrit prej 2 femrave shumë të forta, dhe 2 kam punu, babi më ka ndru jetë shumë herët, edhe mandej nana dhe gjyshja janë ato që janë kujdes për neve. Nana ka punu gjithmonë me oraret stërzgjatura. Ka pas raste që ka punu në 2-3 vendet punës, sepse qëllimi kryesor i saj ka qenë me hap ordinancën e saj private. Bile më kujtohet gëzimin familje që ka qenë kër e ka hap ordinancën e parë. Ka qenë shumë sukses i madh për atë kohë, tu i ditë vështërsitë dhe kushtet, edhe më kujtohet kër e ka hap ordinancën e parë me sa entuziazëm kur ka ardhur karika stomatologjike dhe krejt ato. Gjithmonë kam qenë si në dy mendje, sepse në shkollën fillore dhe në shkollën e mesme, sidomos shkollën e mesme më ka pëlqyer shumë matematika. E kom pas arsimtarën edhe profesoreshën shumë të vështirë, edhe ato një farë forme ma kanë imponu me pëlqy matematika, edhe më ka pëlqy shumë, mandej kom qenë 2 mendje deri në minutin e fundit anë mjekësi, në stomatologji, apo në ekonomik, se shumë andër e kom pas me punu në bankë, vesh ato prap me uniform. Prap me uniform në shtjetër. Po minutin e fundit kom vendos me shku në stomatologji edhe nuk i kom ra pishmana as pak, edhe pse stomatologjia asnjëherë nuk më ka flajt 100%. Në fillim, në vitet e para, kom qenë tepër e përkushtuar me 100% stomatologji, edhe kom pas gjithmonë pak një pasion e kom pas edhe për marketing, edhe kom dasht me pru diçka të re. Gjithmonë i thoj ananës kur të vijune në ordinancë, gjithë qysh kemi me fillu me zbardhje, kom e bo në marketingun, lema ti mua, ajo kështu o zot. Po kjo ka ndiku në formësimin të në rrugën tani që e ke zgjedhur, se jo vetëm dentiste, po edhe estetiste. Po, e vërtet. Është kjo risia që e ke zhvilluar me kohë? Është shumë e vërtet, i kom ndërlidh dyjat, në fillim kom fillu vetëm me stomatologji, ka qenë një shërbim i ri atëherë që pa ta fillu, zbardhja e dhëmbëve, edhe muj me thonë që pa të bo bum si shërbim, kemi pas prej krejt Kosovës, pacienta, shumë fluk si pacientave, dhe në gjithmonë unë bërë shajtë është ananës apshe, së më besashe. Po prej asaj, ma ndej gradualisht, unë muj me thonë, ma herët, para se me kry stomatologjin, gjithmonë e kom pas një pasion për fushën e mjekësisë estetike. Më kujtohet vetja kur kom qenë teenagjere, gjithmonë e kom pas pasion me ble revistat. Edhe ato faqet e fundit revistave, ku janë reklamat e klinikave, gjithmonë jom dojë, i kom shiku me vëmendje, qëfar pajisje treja kam pru, qëfar shërbime ka, qëka ofrojnë ato klinika, as idem pa e pas që një ditë qaj ka me qenë profesioni jam. Edhe gjatë kohës që punojsha vetëm si stomatologe, merë një ftesë për me shku në Beograd me kry një trajnim, edhe normal që kisha shumë pikpytje të madhe, se edhe largë edhe në Beograd dhe ato rrethana që shkanë qenë, por në moment fundit vendosa me shku. Kur shkova, u të merrova, se gjysma e prezentimit ka qenë me komplikime. Krejt komplikimet që ka mujnë me ndodhë nëse ti vendosë më marrë me këtë punë. Na vetëm anën e letë, vetëm pamjen përfundimtare. Po, na i shumë vish fotografi të bukra rezultatet. Nuk është edhe që letë. Ka shumë profesion, shumë e vërtet. Shumë e vërtet, ka shumë përgjithësi, ka shumë sfida për me arrit me bo një punë që shduhet. Po, une, masi që e përfundova trajnimin e parë, edhe aty kom qenë me nanën, se nana gjithmonë është ta që më ka shty, më ka thonë, ti dush me shku, ti mund është, ti e bënë, ti din, ka besu në mund gjithmonë ma shumë se sa unë në vetën. Të ka shty për para. Po, e vërtet, më ka dhonë vullnet gjithmonë, edhe kër u kry trajnimi, thash jo, une këtë punë, asë njëherë harroje. Hajtë se flasim na, une di që kjo ty të pëlqenë, edhe e vërtet, ma ndej kom vazhdu, kom djek muj me thonë me 10 trajnime në barë botën, sepse vi që kom po që me dëvërtej që ajo është pasioni jam. Atërsoj pa ta lindë dhe vajzën e dytë dhe halo ajo faza e vështirë me bebet vogël e me krejt, po pa të ardhë dhe një bashkëpunim me një bashkëpunëtore edhe qështu nuk jam dalë prej atëherë. Kjo tregon shumë edhe për vullnetin, edhe për dinamikën që ti e ke në jetë, që i bashkon edhe jetën profesionale edhe atë personale. Nuk është e lehtë me balancu edhe me menaxhu. Si a del me e bo këta?
Nuk është as pak e lehtë, tash e kam pak më të lehtë se vajzat më kanë rritë, e madhja 13 vjet, e vogla 7, edhe tash po muj edhe milion vetëm banesë për 1 orë 2, fatmirësisht më ka ndihmu edhe bashkëshorti gjatë gjithë rrugtimit, ato nuk u asnjëherë me anashkalu, më ka ndihmu komplet familja, se me të vërtetë që nuk ka qenë as pak e lehtë. Këto trajnimet krejt kanë qenë jashtë vendit, sepse kur kom filluar me bo këtë profesion, kemi qenë krejt 2-3 mjek që e kemi bo, edhe ka qenë shumë e vështirë edhe me siguru një trajnim të mirë që me shku me marë pjesë, krejt ato kanë marë kohë edhe shpenzime krejt, edhe kom pas fazë që kom pas tepër shumë punë, vajzat e vogla edhe ka qenë një presion tepër i madh dhe normal si nanë gjithmonë ajo ndjenja fajt, i lash vajzat shumë, po ka pas shumë momente që edhe nuk i kom pa, shumë aktivitete që nuk kom mujt mi përcjell, po faleminderit Zotit edhe faleminderit punës edhe dëshirës edhe disiplinës patjetër, tash jam me një fazë pak më stabile në punë, edhe kom orarin e caktuar, kom dëshirë me shku mi marr vajzat ose mi qum njënën aktivitete të ndryshme. Po, edhe në shkollë ose patjetër kom qef me nda një kohë edhe për familjen se fëmijët po rritën shumë shpejt edhe... Koha po ikën. E përmendet që punon me familje dhe normalisht që ndihma e tyre është shumë e rëndësishme, po edhe në ordinancë ju punoni bashkë si familje. Qysh është me nda edhe punën bashkë me antarët e familjes? Po, unë punoj me nanën, me vllahën dhe me motrën, do me thonë 4 ditë bashkë punojnë, endet pandashëm. Kemi stafi tjetër, endet pandashëm, shpresoj që s'kemi mundasë njerë. Shumë i mirë kërë, se jo gjithë mundën me kalu gjithë këtë kohë bashkë, se i vim bashkëputje. Shumica që një shembull i mirë për të marrë. Po, shumë. Shumica që ditën se qysh ja dalim, po qysh edhe thash kemi rregulla, kemi dënime, nuk e këshyrim kush çka qysh, dënimet funksionojnë për të gjithë, edhe normal që secili mundohemi me dhonë maksimumin në punë. Edhe pse jemi familje, kur jemi në ambientet punës, kur jemi në ambientet klinikës, secili e kemi pozitën e vet, i dim punën tona edhe vazhdojmë. Unë mendoj që mund ta kanë me pas pak lëshime për mua, po ata nuk po bojnë lëshime. Nuk e di sa pajtojnë ata me neve. Ata so pajtojnë. Besoj na tregojnë mandej. Edhe më kritikojnë vazhdimisht, po pse jo, mendoj që është përparësi edhe është diçka e mirë me punu me familjen, përderisa energjia është e mirë edhe ekziston vullneti. Unë fillim kom punu vish me nanën, mandej na u ka bashkangjit motra, edhe pse ka përfundu fakultetin e masterin e krejt fush tjetër, po rastësisht në kohën e pandemisë. Ka gjithë një lidhjet për bashkët me ju. Po, asaj shkon shumë pjesa marketingut, PR, edhe rastësisht ja kom boftesën, apo vjen me neve, tha hajtë se përprovoj, sot asaj dite i pëlqen, kështu që mirë është. Shumë mirë, po mendo edhe atë pjesë që është e rëndësishme në biznes. E vërtet, madje i fundit na u ka bashkangjit edhe vllau, ai mirët me pjesën e financave, është ekonomist, edhe ai e luan një rol shumë të madh, kështu që mirë, super. Tradicionalisht në Kosovë bizneset, kur kanë fillu si familje, me antarët familjes duke u menaxhu dhe u mbajt, që nuk është e lehtë, prandaj dhe të pyeta, po sa mirë që e tregon këtë si shembull që mundet me funksionu dhe me punu me standarde të mira, siç është klinika që e menaxhon ti bashkë me familjen. Shpresoj që e inspiroj dikon edhe i pëlqen kjo ide, pse jo, na kënaqemi bashkë, në punë shkoj me qef, e di që kur takohemi atë 15 minutë që në pare kemi krejt bashkë, mandej shpërndojmë secilin punë të veta, po më përgjithësi është shumë mirë, kemi edhe mirë kuptim me njëri tjetrin. Para se mu fillu më tutje edhe në karierë që e zhvillon sot, ndoshta kur në detaj, në ritual që ti e bën për me e fillu ditën, me ta gjithë këtë fokus edhe këtë energji që të vynë gjatë ditës. Ka diçka një ritual me cilin ti nuk bën kompromis, ndoshta je person i hershëm, sa fillon dita jote, mandej aktivitetet relaksuese ose mu marr pak edhe me veten. Po, moj me thonë që qëtash së fund më ja kom njës pak më marrë me veten, ja kom njës edhe me ushtru. Kur nuk është bo. Kur nuk është bo. Ka prej të torit edhe po ushtrojmë, fillim s'kom qenë qaqe regull, po une prej që unë bonans gjona shumë herët. 5:30-6, une veç e kom qitë kafen edhe më shion shumë qaj rituali mëngjezin qëtësi. Të momentet veç për vete. Bash, e pi veç një kafe gjatë ditës, edhe qatë kafe kom qef me pregadit vetë, veç ajo më pëlqen, më shion kështu shumë.
kom qep me pinë qetësi, e kom edhe një ritual tjetër të vogël që e kom si goal mi lexu bilet pak të 20 faqet një librit që veç jam të e lexu. Bravo. Mundona Kjo lufta jone përditshme. Bash, më përderi sa nas një kohë tjetër ditës nuk më ri, bile mundona që atëherë në qetësi me lexu pak, e shijoj kafën edhe mandej planifikimi ditës, organizimi i detyrave, aktiviteteve që kom i pas, mandej vajzat në shkollë edhe vazhdoj në klinik, aty shumica kohës, shumica ditës në klinik. Deri në përfundim të ditës. Po kjo është një ritual i vogël, po që me të vërtetë e shijoj. Shumë shpesh kur bi me flajk zona që nesër e kam atë ritualin e vogël temin në mëngjes. Me zi pret me ju rikthy prapë. E falem pak edhe për profesionin, fakt edhe jetën personale, edhe me menaxhu që të dyja, me që familjen prapë edhe në punë edhe në shpe. Ka diçka që e bëni edhe jashtë Prishtinës, ndoshta me ik pak dinamikës ose punës, diçka që kishe dashur me veçu dhe me nda me neve si familje, në një udhtim që e keni bo, që ju kam lënë në mbresa për shtypje? Kom udhëtu shpesh, ma shumë me punë vitet e fundit, shkaku i këtyre trajnimeve dhe kongreseve, më ka ra shumë shpesh me udhëtu, edhe vitin e fundit 2025 muj me thonë që kom qenë shumë ma e qetë në atë aspekt, nuk kom udhëtu shumë. Nona ka bu edhe një vikendisë në periferit Prishtinës, aty shkojmë shpesh vikendeve, po nuk e di prapun e nuk jam personi malit, nuk jam personi sporteve, kom qef qytet, shopping, që ajo më pëlqen edhe qajo, po thëmë vitin e fundit nuk është që edhe kom udhëtu shumë, se edhe te për e zonën edhe unisha e lodhën, edhe do ashta me qitë prioritet shëndetin, fillimisht pak shëndetin me ndorë mu qetësu pak, se shisha që edhe udhëtimet po më lodhin tepër, se po del prej rutinës, madje kur po kthesh deri sa po futesh pak në rutinë, plus me fëmijë shumë duhet me marrë sene me veti ato, edhe qajo, tash që shtregova edhe kom fillu me ushtru, kështu që nuk po du as mi hup ato ditë e gjimit, po du me ju përkushtu pak ma shumë shëndetit mendore dhe shëndetit fizike, për ato po duhet pak me pas kohë edhe qetësi. Sakt, e përmendit që ke marrë pjesë edhe vazhdojnë se ky lloj profesioni nuk ndalet. Gjithmonë duhesh me u zhvillu, me ndje konferencat, trajnimet të ndryshme. Nëse kthehemi prapë mbrapa në kohë, ndoshta në 2025, në ndonjë nga konferencat që ke qenë pjesëmarrëse, ndonjë sukses që kishe mujt me veçu nga këto eksperienca, ka diçka që mundesh me nda me neve? Po. Edhe që t'ka bo ty krenare, në fakt se nuk është, si është ndjenja ndoshta me folë para një audiencë të tillë kaq të ndryshme. Po, vitin 2025 nuk me haru asë njëherë, se ka qenë viti, më thonë, maj suksesshëm i karierës time. Gjithmonë e kom pas ëndër me qenë speaker, me qenë folëse me një konferencë ndërkombëtare. Gjithmonë kur kom shku edhe i kom pa mjek tjerë prej mbar botës, kom thonë, wow, unë pa tjetër një ditë du me qenë folëse edhe du me folë për punën teme me një kongres ndërkombëtar. Edhe kur s'ko me haru momentin kër e kom marrë mailin që jam pranu në një ndër kongreset më të mëdha ndërkombëtare, TAMC, është një kongres i cili mbahet në Dubrovnik, po aty marrin pjesë mjek dhe profesorat më të mirë prej anë mbar botës. Ligjëratat edhe prezantimet që bëhen aty kalojnë në disa faza të kontrollit para se me u pranu. Kështu që kom qenë nethe deri sa jam pranu edhe kër e kom marrë. Me të drejtë duke marrë parasysh vështirësitë. E vërtet, ka shumë konkurrencë edhe është një kongres gjigant, kështu që kër e kom marrë emailin që jam pranu normal që jam gëzu shumë, edhe mezi kom prit me ardha ajo ditë. Ajo ka qenë në shtator të vitit 2025, e kom pas prezentimin, edhe jam da shumë e kënaqur, kom marrë shumë feedback pozitiv, kom kriju shumë kontakte me kolegë ndryshëm, mandej menjëherë më ka ardhesa për një kongres tjetër i cili është mbajtur në Sofia të Bullgarisë, edhe aty kom qenë folëse, edhe mendoj që ajo që më ka ndihmu ka qenë tema që e kom shtjellu, sepse tema me të cilën jam prezantu ka qenë shërbimet estetike apo injektimet e gjinia mashkullore. Edhe kjo është ende pak tabu. Që fushë re te na. Po, e vërtet, është ende tabu, nuk është që mashkujt kanë dëshirë me folë për shërbimet apo intervenimet e vogla që i kryjnë, edhe me siguri ajo ka duk interesant statistikat, ato fotografit, punën që e kom prezentu, ata që ka vlerësojnë tjetër është edhe naturaliteti, edhe mendoj që ajo është diçka që më karakterizon se prej fillimit jo mundu me i
rruj tiparet natyrale të pacientave, me u fokusu, me i vun pa ato tiparet e bukra që i kanë, e asnjëherë me dalë prej vetës ose me u duk artificial. Se puna jotën si estetiste në këtë rast, në fundit është si rezultat me njerëzit me u bu me undi mirë, prej asajt në për çka janë tu kalu me ndonjë problematik të vockël që munden me pas. E vërtet. Po shumë eksperiencë e mirë kjo, dhe duke marrë parasysh shkëmbimin e përvojave nga vendi dhe me botën që marrin pjesë dhe janë prezent në konferencat të tilla, besoj që të kanë ndihmu mjaft. Po, ka qenë një moment me të vërtet që jam di shumë krenare dhe se është vështirë unë me unë knaqe, kam qatë problem, qka do që i bëj, kom mujtë ma mirë, muj edhe këta, muj edhe ata. Self-kritike, ajo shumë. Nuk do më thënë që është gjithmonë negative. Diçka gjatë bisedave që kemi zhvilluar ke përmend, një moto që të udhëheq ty, që pak a shumë deri tash po e vërteton që është ashtu, mendja është gjithçka çka mendon të bëhesh. E vërtet. Në përgjitha dyshimet që i ke pas, se duke u rrit, duke u zhvillu, se çka dua të bëhem, është edhe çfarë i ke thënë mendjes ti. E vërtet. Këto vendimet e përditshme ndoshta nëse i marrim, ç'është ndikon kjo moto në përditshmërinë tonë? Kjo është një moto që une, kur kom qenë studente, e kom lexuar rastisht me një libër, mendja është gjithçka, çka mendon që do të bësh, do të bëhesh. Edhe shumë shpesh e kom shkruar në fletore, në libra, gjithçka që shpesh më kujtu vetes. Unë hala funksionoj me fletore, nuk më mjaftojnë notes në telefon, kam qef me shkruajt me dorë. Edhe është një thënie që shumë shpesh më ka inspiru, se ka momente që nuk kemi gjithmonë momentet e mira, edhe ka momente që jemi down edhe qysh me vazhdu tutje, ajo vjen një motivim. E vërtet, shpesh më ka ndihmu që m'ja kujtu vetes që ti ki bo plot gjëra tjera shumë të mira, ti mundesh prap, kjo është diçka që ka lënë, dush mu qu me qenë e fort edhe me vazhdu përpara, edhe po është një thënie që mu shumë pëlqen edhe nuk e di, i kthehna shumë motivuse gjithashtu. Edhe pas gjithë kësaj dinamike me punë, me aktivitete, në fund të ditës do me pas një ambient të përshtatshëm, me që jemi këtu në Marigona Hill. Çka të ka shty dhe cila ka qenë ndjenja e parë kur ke vendos me e ble shtëpinë këtu? Përgjithësi, komplet projekti Marigona Hillit më ka pëlqyer shumë. Ajo ndjenja kur kom marrë herën e parë kom pa, edhe kom paramendu se sa mirë ka me qenë, sa lagje organizume ka me qenë. Edhe qaj është diçka që më ka tërhek. Normal ma ndej edhe siguria, se e di që këto fëmijë lirisht mujnë me dalë në lagje si na atëherë qysh kemi dalë. Bashkë që përmend edhe në fillim të bisedës. Po, fix. Edhe ajo është diçka që më ka tërhek. Normal ma ndej edhe pozita geografike, ajri, organizimi, që e kemi gjimin ofër, fushën e basketbollit e krejt këto. Absolutisht. Krejt këto janë pika të cilat më kanë bind me qenë pjesë e Marigona Hill. Kur flasim për shtëpinë tonë tre, a ki ndonjë vend, ndonjë hapësirë që është e jotja, që ose e ke rregullu deri tash, ose je ende në rregullime sipër, që nuk bën kompromise, se duke pas parasysh se cili e ka një kënd të vetin, ngjyra, divane të ndryshme. E vërtet. Si natyrë jam shumë detajiste dhe shumë kom qef ambientin ku jetoj me pas mirë, pas të në rregull, nuk kom qef shumë raqe, shumë të ngarkum. Një pjesë temën që kom nda pa tjetër, ka me qenë ajo pjesa ku unë e kaloj qatë ritualin e mëngjezit, që shtregova ma herët, edhe që është një sanë interesant është se gjatë jetës unë asë njëherë nuk kom qenë tipi mëngjezit. Si studente, për shkak krejt mësimet i kom kryu natën. Kom pas qef me shiku filma natën, me qëndru natën deri vonë. Ndërsa kur jam punon, krejt ajo ka ndryshu rutina, tash jam një zog i mëngjesit. Edhe kisha pas shumë dëshirë qatë mëngjesin me shiju dikon në ndonjë pjesë të shtëpisë që ka ndryshim natyral edhe me kriju një oazë të vogël timën. Marigona Hill ka që hapësira me ndryshim shumë naturale dhe të mirë, edhe qetësinë besa që e përmende. Shumë e vërtet, qetësia na duhet shumë të e ditë sa në rëmuj është qyteti, kështu që me të vërtet ka me qenë një pjesë. Pak prej dinamikës që te ki gjatë gjithë ditës me punë. E vërtet, një pjesë ku kthesh me qef, shkon punë, po mandej kthesh në lagje me qef. Nëse mundësh me bo një përmbledhje për fazën tane tjetës ku je tani, me përshkru ndoshta me një këngë, ndoshta me një libër, ndoshta me një thënie, a jenë qatë fazë hala, po jenë në zhvillim e sipër? Hala ki plane shumë të ndaja? Në zhvillim e sipër gjithmonë me shumë plane përpara, me shumë ëndra.
Për momentin jo me një fazë ma të qetë jetës, po ndina e qetë, po ndina e lumëton, e përmbushën deri dikon, se që dhe tregova që asë njerë nuk më duket një shumë kërkuse ndaj vetës. Po, shumë kërkuse. Nuk po më kujtohet për bezë ndonjë këngë ose ndonjë libër që e kisha veçu edhe i kisha ndërlidh me fazën e jetës në të cilën ndodhem, po shpresoj që ditë ma të mira dhe ditë ma të bukra kanë më ardhur dhe në jetë dhe në punë. Në pres me i pa këto dhe me folë bashkë me ty me arritjet tua edhe më tutje, si në profesion, ashtu edhe në jetën tënde, në lagjën tënde të re tashmë në Marigona Hill. Faleminderit shumë. Me kënaqësi që më ardh prapë. Edhe të presim edhe faleminderit shumë që i ndave kritë këtë rrugtim bashkë, si nga aspekti i punës, i fëmirisë, edhe ditëve me cilat jetë sot këtu bashkë në Marigona Hill, Rezana. Faleminderit shumë juve për ftesën, kënaqësi, shpresoj që shihemi prapë së shpejti. Me kënaqësi.